Ministria e Mbrojtjes Kodheli vijon të refuzoj transparencën mbi skandalin e përdorimit të helikopterëve ushtarak jashtë misionit të tyre të përcaktuar në ligj dhe injoron dhe ligjin për të drejtën e informimit. Vendimi i gjykatës kushtetuese për të pezulluar regjistrimin e kodit email nxjerr blok dy institucione që kanë objekt mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve, avokatin e popullit dhe komisionerin për mbrojtjen e dhënave personale. Kuvendi votoi sot pro shkarkimit guvernatorit Fullanin dhe inspektores së përgjithshme të Bankës së Shqipërisë. Golemi refuzon dëshminë në qeli, ndërsa kryeministri do të flasë për çështjen e Bankës së Shqipërisë në opinion. Kryeministri Rama deklaron në parlament se terrorizmi dhe ekstremizmi janë një sfidë e re për vendin tonë dhe quan fenomen shqetësues angazhimin e disa shqiptarëve me terroristët e Shtetit Islamik. Inspektoriati ndërtimor urbanistik ka nisur aksionin e prisjes së ndërtimeve pa leje në qytetin e Pogradecit. Në ditën e parë janë shëmbur disa lokale e objekte të paligjshme buzliqenit. 3 ditë në ndajnë nga vizita e Papa Franceskut, ndërkohë në Tiranë është thuajse gjithçka gati në sheshin Nën Tereza, është vendosur dhe altari ku do të mbahet mesha nga Ati i Shenjtë. Zonja dhe zotërimi mbrëma dhe mirë se erdhët, do t'jemi së bashku në edicionin e lajmeve të orës 19:30 këtu në televizionin Klan. Me njëherë do t'a qelim edicionin duke folur për skandalin e helikopterëve të ushtrisë. Kështu, Ministria e Mbrojtjes, zonja Kodheli, vazhdon t'i fshihet vërtetës për skandalin e përdorimit të helikopterëve. Tashmë, sikur se dihet, pra helikopterët e ushtrisë e kanë të mirë përcaktuar në ligj mënyrën si ngrihen dhe në çfarë aksionesh marrin pjesë. Pra nuk ka asnjë lloj detaj lidhur me këtë. Ndërkohë, është televizioni Klan, i cili ka më se një javë që ka depozituar pranë Ministrisë së Mbrojtjes një shkresë zyrtare me anë të së cilës kërkohet të na vihet në dispozicion baza ligjore mbi të cilën Ministria mori vendimin për të ngritur helikopterët dhe për t'i çuar ata në një aksion të rrezikshëm të policisë, sikur se dihet pikërisht në Dukaqin dhe Lazarat. Por vijon një heshtje nga Ministria e Mbrojtjes, heshtje e cila tregon jo vetëm mungesë transparence, por nga ana tjetër injoron edhe ligjin për të drejtën e informimit. Ministri e Mbrojtjes Mimi Kodheli vazhdon të hesht rreth përdorimit të helikopterëve të forcave të armatosura në aksionet policore antidrog në Lazarat dhe Dukaqin. Edhe pse kanë kaluar 8 ditë që kur redaksia e informacionit të televizionit Klan dorëzoi shkresën zyrtare pranë zëdhënësit të dikasterit të mbrojtjes për të marrë informacion mbi bazë ligjore, është lejuar përdorimi i mjeteve të forcave të ushtrisë në aksionet të rrezikshme policore. Sërish edhe sot asnjë dhënë zyrtare nuk është bërë publike. Edhe sot zonja Kodheli është shmangur dhënies së përgjigjes për këtë çështje. E drejta për informimin për dokumentat zyrtar rregullohet nga një ligj i veçantë dhe pikërisht ligji numër 8503 i datës 30/6/1999. Ky ligj rregullon të drejtën e informimit për dokumentet zyrtar dhe detyrimet e autoritetit publik për këtë të drejtë. E drejta e informimit. Çdo person ka të drejtë të kërkojë informacion për dokumentet zyrtare që kanë të bëjnë me veprimtarinë e organeve shtetërore dhe të personave që ushtrojnë funksione shtetërore, pa qenë i detyruar të shpjegojë motivet. Autoriteti publik është i detyruar të japë çdo informacion në lidhje me një dokument zyrtar, përveç rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe. Çdo informacion për një dokument zyrtar që është dhënë një personi nuk mund t'i refuzohet asnjë personi tjetër që e kërkon atë, me përjashtim të rastit kur ky informacion përbën të dhëna vetjake të vetë personit, të cilit i është dhënë informacioni. Por edhe nëse informacioni që ne kërkojmë të dim prej ditësh nga zonja Kodheli dhe varësit e saj do të prekte nenin 4 të këtij ligji, kufizimi, atëherë sërish autoriteti publik përkatës, pra Ministria e Mbrojtjes, i lëshon kërkuesit një deklaratë me shkrim në të cilën tregohen arsyet e mosdhënies së informacionit në bazë të të cilave ai mund të kërkojë atë. Madje neni 7 i ligjit për të drejtën e informimit i jep të drejtë kërkuesit të informacionit vënje në dispozicion të një kopje të plotë të dokumentit zyrtar, duke sugjeruar edhe formën e dhënies së këtij informacioni. Por çfarë ka ndodhur? Deri më tani as ministrja Mimi Kodheli dhe askush tjetër brenda Ministrisë së Mbrojtjes nuk pranon të vërë në dispozicion të interesimit të medias dokumentin që i hapi rrugë vënje në dispozicion të helikopterëve dhe efektivëve të ushtrisë në aksione të mirëfillta policore, ku në njërin prej tyre atë mbi malet e Dukaqinit, helikopteri Cougar i forcave të armatosura u qellua me 2 plumba, duke rrezikuar shpërthimin në ajër me 20 efektiv të repartit Renea në bord.
Deri më tani, zonja Kodheli ka shkelur 2 ligje, atë të përdorimit, instalimit dhe misionit të forcave të armatosura, si dhe ligjin për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtar. Nëse ministre i shmanget mikrofonit të televizioneve, atëherë dikush tjetër, që e ka edhe me ligj të sankcionuar të merret me zyrtar që shkelin ligjet, duhet i kërkojë asaj llogari. Vendimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese për të pezulluar vendimin e qeverisë për regjistrimin e numrave të celularëve të qytetarëve, ndryshe i quajtur numri IMEI, ka qetësuar ose ka hequr shqetësimin e qytetarëve lidhur me këto regjistrime. Por nga ana tjetër, ky vendim i gjykatës kushtetuese ka nxjerr blof 2 institucione, Avokatin e Popullit dhe Komisionerin për mbrojtjen e të dhënave personale, sipas të cilëve regjistrimi i kodit IMEI nuk shkelte të drejtat e qytetarëve. Vendimi një ditë më parë i gjykatës kushtetuese për pezullimin e vendimit të qeverisë për regjistrimin e kodit IMEI të celularëve të qytetarëve si i papajtueshëm me kushtetutën nxori në dritë edhe një tjetër problem, atë të mos pavarësisë ose së paku të mos eficiencës dhe të institucioneve të tjera, të cilat objekt të punës ku operojnë kanë pikërisht oponencën ligjore ndaj ligjeve apo VKM-ve, të cilat mund të prekin sadopak interesat e qytetarëve. 2 janë institucionet të cilat dolën blof. I pari është Avokati i Popullit dhe i dyti Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale. Avokati i Popullit menjëherë pas shpalljes së asaj VKM-je që u kundërshtua menjëherë nga shoqëria civile dhe opozita, i bëri bisht përballjes me qeverinë, duke deklaruar se nuk është kompetencë e tij oponenca ndaj këtij vendimi të qeverisë. Këtë ai e deklaroi pavarësisht se me këtë VKM prekeshin direkt interesat e qytetarëve, pra popullit, avokati të cilit ai është dhe paguhet nga taksat e tij. Por me që Avokati i Popullit është në atë detyrë pikërisht si propozimi i partisë që sot është në pushtet, ai zgjodhi në këtë rast që duke heshtur të mbrojë partinë e tij dhe jo interesat e atij për të cilin e mban veten se është avokat, pra popullit. Më rënd akoma është situata e Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale. Ky është institucioni në varësi jo të qeverisë, por të Kuvendit të Shqipërisë dhe pikërisht misioni konkret i punës së tij përkon ekskluzivisht me mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Interesa që u bën të njohura nga shumë shoqata e personalitetet të shoqërisë civile që bien ndesh me parimin bazë të drejtave të qytetarëve, atë të mbrojtjes së të dhënave personale, siç ishte në këtë rast kodi IMEI i celularëve, regjistrimi të cilit, sipas asaj VKM-je tashmë të pezulluar nga kushtetuesja, mund të rrezikonte seriozisht këtë të drejtë. Por i pyetur nga gazetarët i sapo emëruar komisioner për mbrojtjen e të dhënave personale, socialisti i vjetër Besnik Dervishi fare i qetë tha se kjo VKM nuk prek asnjë interes të qytetarëve. Qëllimi qoftë i ligjit ton, qoftë edhe i ligjit dhe i vendimit të Këshillit të Ministrave që krijon këtë bazë të dhënash me IMEI të celularëve, nuk është qëllimi për të abuzuar. Është qëllimi për të rregulluar disa fusha veprimtarie në të cilat mendohet që me aparatet të telefonave celular është abuzuar. Kjo është deklarata e zotit Dervishi që paguhet për të mbrojtur të dhënat personale të qytetarëve, por që variantin e tij në mbrojtje të vendimit të qeverisë e hodhi poshtë dje gjykata kushtetuese duke urdhëruar pezullimin deri në vendimin përfundimtar, që me shumë gjaz do të jetë hedhja poshtë e asaj VKM-je. Por VKM-t apo ligjet edhe pezullohen apo hidhen poshtë. Kjo ka ndodhur edhe më parë dhe sërish do të ndodhë. Problemi është funksionimi këtyre institucioneve si Avokati i Popullit apo Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale, të cilët paguhen për të qenë të pavarur dhe si oponent të fortë të vendimeve apo ligjeve që mund të prekin sadopak interesat e qytetarëve. Rasti konkret tregoi se ata vetëm për mbrojtjen e interesave të qytetarëve nuk pas kanë punuar. Do të shkojmë tani në Kuvendin e Shqipërisë, i cili sot ka shkarkuar guvernatorin Ardian Fullani si dhe Elivar Golemin nga posti inspektores së përgjithshme të Bankës së Shqipërisë. Në votimin e fshehtë me elektronik pro shkarkimit Fullanit votuan 72 deputet dhe 6 votuan kundër, ndërsa pro shkarkimit të Elivar Golemit votuan 76 deputet, 1 kundër dhe 1 abstenim. Në momentin e votimit, kryeministri Edi Rama nuk ishte në sallë në Kuvendit, ndërsa nga deputetet e PDU-s ishte i pranishëm vetëm Aqif Rakipi. Propozimi për shkarkimin e Fullanit nga posti i guvernatorit Bankës së Shqipërisë u bë nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës. Tashmë i takon presidentit të Republikës që të propozojë guvernatorin e ri të Bankës dhe natyrisht situata bëhet interesante për të parë dhe qëndrimin e majorancës.
Shkarkimi nga kuvendi guvernatorit Fullani është komentuar edhe nga ish kryeministri Sali Berisha, i cili thot se Edvin Kristaq Rama me metoda tipike të shtetit policor i dha goditjen e eliminuese grupit armiqësor të Bankës së Shtetit të drejtuar nga armiku i tij personal Ardian Fullani dhe armikja tjetër Elivar Golemi. Në një postim në Facebook, ish kryeministri shkruan se Inspektoria e përgjithshme e Bankës së Shqipërisë Elivar Golemi mbahet në burg me urdhër të Edvin Kristaq Ramës vetëm për të mbrojtur përgjegjësi direkt për vjedhjen në Bankën e Shtetit të lidhur direkt dhe indirekt me zyrtar të lartë socialist. Sipas Berishës, me këto veprime, klika Rama Meta dëshmuan se jo hetimi dhe gjetja e parave të vjedhura të qytetarëve, por eliminimi i kundërshtarëve ishte qëllimi më kryesor i tyre. Gjykata e Apelit ka zbardhur sot vendimin për rrëzimin e masës së sigurisë arrest me burg dhënë nga Gjykata e Tiranës për guvernatorin Fullani, duke argumentuar se nuk ka ekzistuar asnjë dyshim i arsyeshëm e i bazuar në prova që të çonte organin e akuzës në caktimin e kësaj mase sigurie dhe më pas gjykatën në pranimin e kësaj kërkese. Gjykata e Apelit e konsideron vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë të padrejtë, të shpejtuar dhe të pabazuar në kërkesat e ligjit procedurial. Mëtej në relacion thuhet se marrja e masës së arrestit në burg, pra pa praninë e zotit Fullani, lë shkak për të konkluduar se kërkimi i bërë nga ana e organit të akuzës është në manipulim të gjykatës dhe deformim të realitetit. Kalojmë tani tek kryeministri Edi Rama, i cili në një postim në Facebook ka falenderuar 32 aplikantët që nga vendet të ndryshme të botës kanë shprehur interesimin e tyre për të konsideruar si antar të arshëm të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës. Kryeministri thot se afati i fundit është data 30 shtator dhe se mirëpret me kënaqësi e mirënjohje aplikime të tjera. Për situatën në Bankën e Shqipërisë, arrestimin dhe shkarkimin e guvernatorit Ardian Fullani, si dhe procesin e zgjedhjes së guvernatorit të ri, kryeministri Rama do të flasë sonte në emisionin Opinion të gazetarit Fevziu në televizionin Klan. 2 ditë më parë, duke u përgjigjur interesit të ndjekësve të tij në rrjetet sociale, tha se komentet mbi këtë çështje preferon t'i bëj në emisionin Opinion. Këtë qëndrim ai e përforcoi dhe në konferencën e dieshme për shtyp kur lajmëroi për rishikimin e buxhetit. Një kryeministër përballë pyetjeve të shtypit, 10 pikëpyetje të cilat kanë shënjuar stinën e nxehtë dhe stinën e re politike. Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë në një përballje në studion e emisionit Opinion, ditën e njëjtë në orën 21. Vjojmë me të tjera informacione, kështu ka dështuar sot seanca e marrjes në pyetje të ish inspektores së përgjithshme të Bankës së Shqipërisë Elivar Golemi. Ajo nuk pranoi të përgjigjej pyetjeve të përfaqësuesve të prokurorisë, pasi sikurse tha avokati mbrojtës i saj, ata nuk paraqiten provat e kërkuara dhe se erdhen me duar në xhepa. Ka dështuar seanca e marrjes në pyetjet e Elivar Golemit në qelitë e burgut të sigurisë së lartë 313 në Tiranë. Ish kryeinspektoria e Bankës së Shqipërisë nuk ka planuar të përgjigjet pyetjeve të 2 oficerëve të policisë, Lazar Tuni dhe Elidon Hysenaj. Avokati mbrojtës tha se shkak për këtë u bë fakti se përfaqësuesit e organit të akuzës nuk paraqitën prova, siç kishte kërkuar mbrojtja, madje ata erdhën me duar në xhepa. Në momentin që pyetet i pandehuri dhe i pandehuri barazohet sipas në 34 me personinën e tij me detetat e detyrime, detyrohet organi prokurorisë të bëjë të njohur faktin kriminal dhe provat ta njohë edhe me provat. Pra ata kishin ardhur me duar në xhep, as kishin marrë prova me vete, kështu që u lanë në instancë tjetër. Për Elivar Golemin, gjykata e Apelit la në fuqi vendimin e shkallës së parë për arrest në burg. Gjatë seancës, ajo tha se kishte dorëzuar raportet periodike të kontrollit në parlament çdo 3 muaj, por prokurori i çështjes u shpreh se nuk kishte dieni për këtë fakt. Kryeministri Edi Rama ka informuar sot kuvendin lidhur me samitin e NATO-s të zhvilluar në Wales. Kryeministri ka konsideruar shqetësues angazhimin e disa shqiptarëve për krah ISIS-it në Siri dhe Irak. Kryeministri Edi Rama informoi kuvendin lidhur me mbështetjen që Shqipëria do t'japë për krah aleatëve në përballjen me rrezikun nga terrorizmi dhe ekstremizmi.
Dy sfida këto edhe për vetë NATO-n të ngritura në samitin e Walesit ku ishte i pranishëm edhe kreu i qeverisë, për të cilat tha se shqetësojnë aleancën e Atlantikut të Veriut dhe sigurinë në botë. Është një luftë e cila na përket dhe në cilën ne do të bëjmë gjithçka mundemi krah për krah me aleatët tanë e Shtetet Bashkuara. Përfshirjen e qytetarëve me origjinë shqiptare në organizata terroriste, kryeministri Rama e cilësoi një shqetësim të madh. Ndaj tha se integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor në strukturat euroatlantike është një mas parandalimi në përhapjen e këtij fenomeni që kërcënon mbar botën. Angazhimi i disa qytetarëve me origjinë shqiptare krahas me shumë qytetarë me origjinë nga vende të tjera brenda Evropës Bashkuar konsiderohet një fenomen jo vetëm krejtësiri, por edhe tejet shqetësues për vendet e origjinës. Qëndrimi shqiptar rreth kësaj çështje u përmbledh në nevojën për të përfshirë sa më shpejt përmes integrimit brenda mburojave euroatlantike vendet e Ballkanit, që nga Kosova, Malizi deri te Maqedonia. Nisur nga kjo situatë dhe përshkallëzimi i tensionit mes Rusisë dhe Ukrainës, kreu i qeverisë tha se 25.000 trupa ushtarake, përfshi edhe ato shqiptare, ka nisur një stërvitje për të qenë gati në rast të përshkallëzimit të agresionit dhe cënimit të sigurisë të çdo antarit të NATO-s. Kreu i qeverisë paralajmëroi rritje të buxhetit në fushën e mbrojtjes, si dhe reduktim të trupave shqiptare që janë me misione ushtarake pranë aleancës. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka pritur sot një grup qytetarësh nga qyteti i Vlorës. Pas takimit, zoti Basha tha se ky qytet është trajtuar nga dyshja Rama Kokdhima pasi ka papunësi, pasiguri, varfëri dhe emërime kriminale. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha priti një grup qytetarësh dhe intelektualësh vlonjat, të cilët tha se i shprehen shqetësimet e tyre për pasigurinë e jetës, papunësinë, varfërinë dhe për emërimet kriminale në postet kyçe të administratës lokale. Pas takimit, kreu i opozitës tha se Vlora është trajtuar nga kryeministri Rama dhe deputeti tjetër socialist i këtij qarku, Koço Kokdhima. Jam takuar me një grup intelektualësh, qytetarësh të Vlorës, për gjendjen në raport me sigurinë e jetës dhe të pronës qytetarëve të Vlorës, për gjendjen në raport me paligjshmëritë e panumërta dhe të përditshme që godasin padrejtisht qytetarët e Vlorës, për gjendjen ekonomike, shpunësimin masiv që po godet qytetarët e Vlorës e në veçanti rinin vlonjate, të gjitha këto në sfondin e llogjeve pafund të deputetit të parë të Vlorës për Partinë Socialiste, kryeministit të vendit Edi Rama, të Koço Kokdhimës dhe oligarkëve të tjerë përgjegjës për këtë gjendje. I pyetur nga media në lidhje me bojkotin e kuvendit, Basha tha se opozita nuk do të bëhet fasad. Ai akuzoi liderët e mazhorancës Rama e Meta se kanë azjesuar kuvendin, duke instaluar në të deputet me të kaluar kriminale, si dhe i kanë mohuar opozitës të drejtën kushtetuese të komisioneve hetimore parlamentare. Presidenti Bujar Nishani u njoh sot me interesin e biznesit izraelit për të investuar në vendin tonë në fushat si energjetika dhe burimet ujore. Në takimet që pati me delegacionin e Kongresit Botëror Hebre dhe Ministrin e Infrastrukturës së Izraelit, kreu i shtetit foli dhe për ndërmarrjen e nismave të përbashkëta që promovojnë tolerancën dhe harmoninë fetare në Shqipëri. Një delegacion i rangut të lartë i kryesuar nga ambasadori president i Kongresit Botëror Hebre dhe ai i Kongresit Euro-Aziatik u prit sot në një takim nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Në këtë takim u diskutua mbi marrëdhëniet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Izraelit dhe mundësitë që ofron vendi ynë për thithjen e investimeve izraelite, si një mundësi e mirë për biznes, ashtu edhe për përmirësimin e imazhit të Shqipërisë në botë. Një vend të rëndësishëm në këtë takim zuri edhe bashkëpunimi në fushën e kulturës për ndërmarrjen e disa nismave konkrete kushtuar viktimave të popullit hebre gjatë luftës së dytë botërore, si dhe atyre që promovojnë tolerancën dhe harmoninë fetare në Shqipëri. Më herët, kreu i shtetit priti në një takim edhe ministrin e infrastrukturës kombëtare, energjetike dhe burimeve ujore të Izraelit, Silvan Shalom. Teksa konstatoi me kënaqësi se marrëdhëniet politike dhe ekonomike mes dy vendeve po përparojnë me shpejtësi, presidenti Nishani tha se duhen shfrytëzuar mundësitë që ofron Shqipëria si një vend me burime të shumta natyrore dhe me një pozicion gjeografik të favorshëm. Nga ana e tij, ministri Shalom shprehu interesin e investitorëve izraelit për të investuar në sektorin energjetik, përfshirë burimet ujore dhe ato të naftës së gazit. Delegacionet izraelite ndodhen në Shqipëri në kuadër të forumit të biznesit që mban punimet në kryeqytet.
Flasim tani për Inukun, i cili është zhvendosur në qytetin e Pogradecit, ku dhe ka nisur prishjen e objekteve pa leje. Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar ka zhvendosur aksionin e prishjes së ndërtimeve pa leje në Pogradec. Në shënjestër të këtij aksioni kanë qenë lokale, hotele dhe të tjera objekte të ndërtuara buz liçenit. Në ditën e parë, fadromat e ndërtimorëve rrëzuan 2 lokale, 2 objekte që ishin në ndërtime sipër dhe një shtëpi banimi. Aksioni ndërtimorëve vazhdoi pa ndërprerje edhe pse pati kundërshtime nga një banor i zonës, shtëpia e të cilit ishte pa leje ndërtimi. Ky objekt është me vendim prishje. Por shumë nga banorët e tjerë kanë nisur t'i prishin vetë shtesat dhe objektet e ngritura pa leje që para mbërritjes së ndërtimorëve. Ky aksion i Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar u përshëndet edhe nga kryeministri Rama, i cili përmes një postimi në Twitter përgëzoi nisjen e operacionit për shkuljen e 10 qibaneve nga buza e liçenit të Pogradecit. Në një tjetër postim, teksa ka komentuar prishjen e një ndërtese, kryeministri shkruan: "Në çvend të botës keni parë që mumbi buzët e një bukurie të bekuar si liçeni i Lazgushit, të mbi ky lloj çibani." Aksioni për prishjen e ndërtimeve përgjatë liçenit të Pogradecit do të vijojë edhe në ditët e ardhshme. Paralelisht, Inuk po vijon aksionin për prishjen e objekteve pa leje në disa zona të kryeqytetit. Kaluam tek ekonomia, po do të ndalemi tek Partia Demokratike, e cila i konsideron mashtrim të qeverisë shifrat e publikuara një ditë më parë nga kryeministri Rama për rishikim të buxhetit. Ish ministri i Financave Ridvan Bode thotë se shifrat flasin për thellim të evazionit dhe rënje të performancës fiskale. Mashtrim të radhës e ka cilësuar Partia Demokratike rishikimin e buxhetit nga ana e qeverisë, e cila ka parashikuar një fond prej $32 milion për uljen e deficitit. Sipas ish ministrit të Financave Ridvan Bode, shifrat flasin për thellim të evazionit dhe rënje të performancës fiskale. Të ardhurat e 8 mujorit flasin jo për tejkalim të ardhurave të qeverisë qendrore, por për mos realizim të tyre për 624 milion lekë. Tatimet dhe doganat kanë krijuar një deficit prej 2 miliard e 243 milion lekësh. Financimi i 51 projekteve të nisura nga qeveria e djathtë në infrastrukturë, sipas demokratëve, janë akt pendues i qeverisë për të zbutur efektet e dështimeve të saj. Kryeministri, pa ju dridhur zëri, mashtroi me zë të lartë në ditën me diell se do të rrisi me $152 milion investimet publike. Të dhënat e 8 mujorit flasin për rreth $220 milion investime publike më pak krahasuar me 8 mujorin e vitit kaluar. Ndërhyrje në buxhet për personat me aftësi të kufizuar. Bode tha se opozita e kishte paralajmëruar që në hartimin e ligjit nga ana e qeverisë. Demokratët e cilësojnë tallje edhe deklaratën e kryeministrit për heqjen e tatimorëve të pushtetit vendor. Sipas Bodes, shifrat flasin për një trajtim armiqësor të qeverisë ndaj buxheteve lokale. Të ardhurat e pushtetit lokal janë rreth $16 milion më të larta nga një vit më parë, apo $20 milion më shumë se sa i programuar nga vetë qeveria. Por shpenzimet e tyre janë $22 milion më pak se një vit më parë. Por ish-ministrin e Financave, kryeministri Rama është duke bërë thjesht arnime buxhetore, që synojnë të rialokojnë sipas tij dështimet apo paaftësinë e qeverisë. Mirë, është momenti të flasim për vizitën e Papa Franceskut, pasi edhe 3 ditë në ndajnë nga kjo vizitë, ndërkohë që kryeqyteti ynë Tirana është gati për të pritur atin e shenjtë. Të dielën e 21 shtatorit në orën 11 nga altari i ngritur në shkallët e Universitetit Politeknik të Tiranës, Papa Francesku do të mbajë meshën e shenjtë. Në këtë vizitë të dytë, një pape në Shqipëri, përveç qytetarëve shqiptar, pritet të vinë edhe shumë pelegrin nga vende të ndryshme, por kryesisht nga Ballkani. Vizita e atit të shenjtë do të diqet nga të paktën 1200 gazetar, vendas dhe të mediave ndërkombëtare, të cilët do të akomodohen në Pallatin e Kongreseve. Para predikimit të atit të shenjtë në sheshin e rikonstruktuar Nën Tereza, Papa Francesku do të pritet në aeroport nga kryeministri Edi Rama. Ceremonia e mirëseardhjes do të zhvillohet në oborin e presidencës dhe më pas Papa Francesku do të zhvillojë një takim kokë më kokë me kreun e shtetit Bujar Nishane. Nga presidenca, ati i shenjtë
do të mbajë dhe fjalimin e tij. Agenda e vizitës nëntore e kreut të Selisë së Shenjtë parashikon edhe takime me peshkvind shqiptar dhe krerët e besimeve të tjera fetare. Vizita e fundit do të kryhet në qendrën për fëmijët jetim dhe të varfër Bethani në fshatin Bubsh të Krujës. Në meshën e një dite më parë nga sheshi Shëmpjetër, Ati i Shenjtë u shpreh se arsyeja e vizitës në Shqipëri është se vendi vuajti shumë si pasojë e një regjimi të tmerrshëm ateist, ndërsa tani ekziston bashkëtesa paqësore mes komuniteteve të ndryshme fetare. Ishin këto dy arsye që edhe kardinali Pietro Parolini, sekretari i shtetit në Vatikan, theksoi në konferencën me temë Bashkësia fetare në Shqipëri, mes historisë, poezisë dhe besimit, të organizuar në Selinë e Shenjtë nga e ngarkuara me punë në ambasadën e Shqipërisë në Vatikan, zonja Majlinda Dodaj. Pyetjes pse Papa zgjolli Shqipërinë si vendin e parë europian që viziton dhe natyrisht edhe si vendin e parë në Ballkan. Shkon për të nderuar martirët që lanë me gjakun e tyre trojet shqiptare. Diktatura jon ishte ndër diktaturat më të dhimbshme. Dhe shikojmë interes të madh me gjithë konfliktet që sot po ndodhin për shkak të feve, Shqipërinë si shembull i bashkëtesës paqësore fetare. Shqipëria është një shembull e kësaj bashkëtese. Fotografia e Enver Hoxhës dhe parullat komuniste shoqëruan paradën e veteranëve gjatë festimeve për 70 vjetorin shtlirimit qytetit të Gjirokastrës. Parakalimi ku pleqtë e luftës nacionale shtlirimtare mbajtën në duar parulla e fotografit ish diktatorit Hoxha u bën në sheshin Qerqiz Topulli. Përfaqësues nga institucione shtetërore, nxënës qytetar marshuan në ndërim të të rënëve me flamuj dhe shamite kuqe në shpinë, simboli luftës antifashiste. Të pranishëm në këtë aktivitet kanë qenë edhe ministrat Erion Veliaj, Arben Ametaj dhe Bledi Çuçi. Ndërkohë ka reaguar Partia Demokratike duke quajtur hipokrizi të kryeministrit Edi Rama, i cili nga një anë pret Papa Franceskun me klerikët e vrarë nga diktatura mbushur tër bulevardi, kurse nga ana tjetër, thot Partia Demokratike, parakalohet në Gjirokastër me portretet e diktatorit. Sot në Gjirokastër, në një parakalim qeveritar të lajmëruar dje nga Edi Rama, janë valvitur dhe njerë fotot e diktatorit Hoxha dhe nxënësit janë veshur me shallin e pionerit Enverit. Ky demonstrim qeveritar që ndodh vetëm 3 ditë para vizitës Papës në Shqipëri është një fyerje për mesazhin që Ati i Shenjtë dha lidhur me vizitën e tij. Ai u shpreh se do të vizitojë një vend që ka vuajtur shumë për shkak të regjimit të tmerrshëm ateist. Qeni me trekëmbësht libri i ri i gazetarit dhe publicistit Frok Çupi. Libri është nxitur nga e përditshmja e një shoqërie të trazuar shpirtërisht, e parë kjo në optikën e filozofisë. Çupi përpiqet të jap këndvështrimin e tij mbi një zinxhir raportesh, si ai mes shtetit dhe qytetarit, politikës e marrëzisë, vanitetit dhe dobishmërisë apo qytetarit e diktaturës. Një kronik më të zgjeruar lidhur me promovimin e librit Qeni me trekëmbë të gazetarit dhe publicistit Frok Çupi do të ndiqni në edicionin e fundit të lajmeve. Këtu kemi përfunduar, zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen, natë mirë.